Të mbrëmje, dikush ndori në shitje këtë lulishtë në këtu. Është një nga 2 lulishtet e vetme që kanë ngelur në njësinë numër 5. Fillim kujtova se ishte gallat. Kur pash edhe njoftimin në për agjenci imobiliare, pastaj gjithçka mu plotëtua si puzzle. Normalisht më mbush mendja që realisht e kanë nxjerrë në shitje. Ajo që kam bërë është që i kam kërkuar kadastrës të verifikoj titullin e pronësisë së kësaj gjëje, ashtu siç erdha këtu sot për t'ju thënë çaktësisht gjithë atyre që janë të interesuar apo mund t'ju prishet mendja për ta bler këtë gjën që këtu nuk bëhet asgjë. Domethënë njoftimi i agjencive imobiliare se këtu mund të bësh pallat. Pallati është këtu, pallati është këtu, pallati është aty. Këtu janë vetëm 270-280 metra katror. Pra këtu mund të bësh pallat, këtu mund të bësh vilë, luksi, këtu mund të bësh restorant luksi, bar luksi, e tjerë me është i rren. Këtu nuk do bëhet asgjë. Asgjë fare. Zotëria që ka pronën fare mirë mund të kërkoj kompensim për të institucionet e shtetit, nëse e ka vërtet pronën, por këtu nuk ndërtohet absolutisht asgjë. Asgjë. Kaq e thjesht është.